Përshëndetje të gjithëve. Sot në këtë natë të kadrit të bekuar, kam përgatitur një ëmbëlsirë shumë të thjeshtë dhe shumë tradicionale. Hallvën e bërë në shtëpi. Në Shqipëri është një zakon i bukur që në këtë natë të veçantë të përgatisim hallë dhe ta ndajmë me familjen dhe njerëzit e dashur. Është recetë e thjeshtë me pak përbërës, por me shumë shije dhe dashuri. Në një tigan shkrim 100 gram me gjalp. Gjithmonë gjalpi është në varësi edhe të sasisë së miellit, por nëse shikoni që është pak, mund të shtoni edhe kur është mielli në tigan. Pasi shkrin gjalpi, shtoj mielin, kam 200 gram me gjalp. Nëse do ta masnit me masa kuzhine, atëherë 1 gotë e gjysmë me miell. Gotat të jenë 200 ml. Shtoj mielin dhe duke e përzier që mos të kokrizohet. Si u thash edhe më parë, nëse shikoni që ka pak gjalp, atëherë mund të shtoni sërish gjalp. Ndërkohë që mielli skuqet, në një enë të shkallëzuar unë po shkri diku tek 100 gram me sheqer kaf. I kam shtuar ujë të nxehtë. Vazhdojmë ta skuqim miellin. Në fakt unë nuk do ta erësoj shumë këtë hallë. E përziejmë pa ndërprerje. Derisa ta shikoni që ka marrë atë ngjyrën e bukur. Është momenti për të shtuar sherbetin, i përgatitur me ujë të nxehtë dhe sheqer, dhe 300 ml ujë. Edhe ena që kishte sheqerin ishte 300 ml, edhe kjo tjetra është 300 ml. Në total 600 ml ujë, përfshirë edhe sherbetin. Vazhdojmë ta përziejmë që masa mos të kokrizohet. Për t'i shtuar shijen, unë do t'i shtoj edhe një lugë të gjellës me tahini. Por natyrisht nëse nuk e keni, mundet edhe mos ta shtoni. Tahini gjendet në këtë kavanoz. Vazhdojmë ta përziejmë dhe t'i japim një skuqje masës së hallvës. Tigani nuk ngjit, ndaj na ndihmon shumë për përgatitjen e hallvës. Tashmë hallva është gati dhe kështu të nxehtë, duke e niveluar pak me lugë, unë do t'i jap formë. Një do ta ndaj në pjatë duke i dhënë atë formën e biskotave, pasi hallva i merr të gjitha llojit e luleve, dhe një tjetër mënyrën tradicionale lug-lug. Të mbushen gati 2 pjata. I bëjmë edhe lulen me këtë formën e biskotave. Kështu do vazhdojmë me gjysmën e masës së hallvës. Pjesën tjetër, si u thash më parë, unë do t'i jap atë formën tradicionale lug-lug. Të dashur miq, kjo ishte hallva tradicionale që përgatita për natën e kadrit. Shpresoj t'ju pëlqej dhe ta provoni edhe ju në shtëpitë tuaja. Nëse ju pëlqeu receta, mos harroni të bëni like dhe të abonoheni për më shumë receta në kanalin tim. Me dashuri nga kuzhina ime.